Le të lexojmë bashkë sot nga Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 6, vargjet 43-45. Sepse nuk ka pemë të mirë që t'jap fryt të kalbur, as pemë të kalbur t'jap fryt mirë. Çdo pemë pra njihet nga fryti i vet, sepse nuk mbillet fish nga gjembat dhe nuk vilet rrush nga ferrat. Njeriu i mirë e nxjerr të mirën nga thesari i mirë i zemrës vet, dhe njeriu i lig nxjerr të ligat nga thesari i lig i zemrës vet, sepse goja e tij flet nga mushullia e zemrës. Kjo është fjala e Zotit për sot. Le ta marrim si tillë e t'i nënshtrohna fjalës së Zotit. Tema për sot është pema dhe frytet. Pema dhe frytet. Pyetja e madhe që kam sot është: a ke ti një zemër të re? A ke ti një zemër të re? Dhe nëse do më ditë çfarë është gjithçka që do flasim, pra në predikim sot, është veprat tona tregojnë se si është zemra jonë. Ose me kthy mbrapsht, zemra jonë, çfarë ka zemra jonë, tregohet në atë që veprojmë, flasim e bajmë. Tani një pjesë të predikimit e tha Mario në drejtimin e shpirtit shajt, ndërkohë që po drejtonte, edhe pse nuk jemi marrë vesh për këtë punë. Po i besoj që keni dëgjuar shprehjen që e përdori edhe vllai, që kur themi ne shqiptarë, ne kemi disa shprehje kena shumë të mira, kena biblike, disa shprehje nuk e kena as biblike, po do i centrojmë. Keni dëgjuar për shprehjen që themi ne, kur do na më fol për dikën që e kena të dashur edhe në mënyrë justifikuese apo arsyetuese për të arsyetuar. E themi, shiko, le se kështu bën ai. Kështu bën ai, kështu flet ai. Po zemrën nuk e ka të keqe, zemrën e ka të mirë. Tani kjo shprehja nuk është biblike, shprehje interesante, është justifikuese, arsyetuese, shqiptare, interesante është. Por nuk është biblike. Diskutimi i madh në shekullin e 16, në kohën e Reformacionit, ishte si mund të bëhet një njeri i drejtë, apo si mund të qëndrojë një perëndi si i drejtësuar përpara perëndisë shajt. Kur është në Katar dhe perëndia don që ti të jesh i drejtë ose i drejtësuar, që të mund të jesh qëndrosh në prezencën e tij. Reformatorët, Luteri me shok shpallën mësimin të bazuar tek letra e apostullit Paul, kapitulli 5 me radhë, që thotë njeriu, ne vim në përfundimin që njeriu drejtësohet me anë të besimit, vetëm me anë të besimit, pra me anë të veprës së Krishtit. Krishti është i drejtë, veprat e tij janë të mira. Ne e besojmë atë dhe vishemi me drejtsinë e tij, pra vetëm me anë të besimit drejtësohet dikush, dhe vetëm asgjë që na çon ose mund të qëndrojmë pra në prezencën e Perëndisë është nëse na është veshur drejtësia e Krishtit, të cilën ne e marrim vetëm me anë të besimit. Atëherë pyetja ngrihet, pra nëse vetëm nëpërmjet besimit në Krishtin ne shpallimi të drejtë, duke u veshur me të tijën drejtësi, pyetja ngrihet atëherë, po veprat. A nuk na bën thirrje Krishti që të bëjmë vepra të mira, apostujt gjithashtu, Jakobi, që lexuam edhe sot. R.C. Sproul tregon në komentarin e tij se në vitet 1980 shpërtheu një polemike madhe në qarqet ungjillore, kisha ungjillore në botë, kryesisht në Amerikë. Kishte nga ata që thoshin, pra dy kampe, dy grupe të ungjillorëve, liberalët dhe konservatorët, kishin nga ata që thonin, mjafton, pra është interesante kënga që knuam sot, që themi që Krishti duhet na pranoj ne. Se nuk ka pa bë Krishti gabim që me pranu ne Krishtin. Kemi bë ne gabime që të na pranojnë Krishtin ne. Kështu që të ishte dy kampe që thonin, njëri kamp që mund ta pranosh Jezusin si shpëtimtar. Pra ishte polemika e zotërimit. Ti më mjafton ta pranosh Jezusin si shpëtimtar, thonë një grup, dhe nuk është e nevojshme patjetër që ai të zotëroj ty, apo ta pranosh edhe si Zot, ose si mbret, si autoritet, e ti bindesh atij. Pra mjafton që të bësh, besosh në të, edhe s'ka rëndësi nëse jep fryt, edhe nëse jeta jote nuk shfaq fryte.
nuk ka rëndësi. Ti prap je i shpëtuar për shkak të deklaratës apo të rrëfimit të besimit në Jezusin. Pra, një doktrinë që njihet edhe në qarqet tona si doktrina e njeriu të misht. Pra ti pranon Jezusin, s'ka rëndësi se nuk nëshon asnjë gjë, qëndroni misht në mëkatet tua, jeta jote nuk ka asnjë fryt të dukshëm, por për shkak se ke rrëfyer dhe ke pranuar Jezusin si shpëtimtar, ti je i shpëtuar. Kjo nuk është doktrina biblike që ne besojmë për drejtësimin dhe shpëtimin. Reformatorët thanë, ose kampi janë tani çfarë themi, reformatorët thanë që nuk shpëtohemi vetëm me anë të shpalljes besimit apo të rrëfimit besimit, por gjithashtu me anë të rrokjes apo të posedimit të besimit. Po, ne drejtësohemi me anë të besimit. Por Luteri tha ne drejtësohemi me anë të besimit, por besimin që ne vendosim Krishtin nuk rrim vetëm. Ne shpëtohemi, drejtësohemi me anë të vetëm me anë të besimit, por ky besim nuk qëndron vetëm. Nuk qëndron vetëm. Besimi që na drejtëson është një besim jo i vdekur, është një besim i gjallë që prodhon fryte. Fryte që duken me vepra. Pra ne nuk shpëtohemi me anë vepra, kur mos më keq kuptoni. Ne shpëtohemi vetëm me anë besimit, por besimi i gjallë në Jezu Krisht, apo posedimi i besimit nuk rrin vetëm, por prodhon fryte, dhe ky është një besim i gjallë që prodhon fryte. Që ta kthesh mbrapsht. Pra, besimi na drejtëson, drejtësimi prodhon vepra. Që ta kthesh mbrapsht. Nëse nuk ke vepra, të vërteta, nuk ke besim të vërtet. Nëse nuk ke besim të vërtet, nuk je me të vërtet i drejtësuar. Ka që thjesht. Pema e mirë jep fryte të mira. Pema e mirë jep fryte të mira. Ndaj, si e dallojmë një person që është shpëtuar, si e dallojmë ne një person që është shpëtuar dhe drejtësuar nga Krishti? Pyetja. Nga frytet, nga karakteri, nga vepra, nga mënyra se si flet, se si reagon. Ne nuk e kena zemrën dhe besimin bostan me provë, ta hapim bostanit ta shohim nëse ai kuq është besimtar, nëse nuk është i kuq, ai bardh nuk është besimtar. Nuk e kena me provë. Ne shohim, dhe vetëm ne të bëjmë dallim, shohim çfarë prodhon kjo zemër, nëse kjo është një zemër e rilindur. Tani Jezusi duket që na thërret. Interesante vini re, ku predikuam herën tjetër nëse Simoni men, vargu 37, vargu që tham në qarqet tona edhe jashtë qarqeve tona njihet më mirë se asnjë varg tjetër, më shumë se Gjoni 3:16. Vargu mos gjikoni, që të mos gjikoheni, më e përdor që mos më na kap kush kur më katojmë jashtë kontekstit. E predikuam, tani duket Jezusi na thret gjikojmë apo dallojmë. Herë sipër na ka thënë mos gjikoni. Tani na thot, ne duhet t'i dallojmë, pra ne duhet të gjykojmë. Se si e kuptojmë nëse dikush është i rilindur dhe jo i rilindur, besimtar apo, duke dalluar ose duke gjykuar veprat. Pra duke sikur na thret tani në gjykim, kur thënë në gjykimin në kuptimin e keq, ose në dallim. Pra nëse ne nuk gjykojmë sipas asaj që thotë Jezusi, atëherë nuk mund të dallojmë. Pra siç thonë dhe herë tjetër, fjala mos gjykoni nuk ka të bëjë me gjykimin moral apo me dallimin e të mirës dhe të keqes. Fare, vargu më sipër nuk ka jetu ban kat thotë tjetri mos ban kat, çai kush jeti mos më gjyko mua, nuk është duke folur për këtë. Nuk është duke folur për dallimin e të mirës dhe të keqes dhe për gjykimin moral. Ajo është mos gjykoni, pra mos shikoni mëkatet e tjerëve. Duke qenë, ne kemi thënë atje pra është mos shiko lëmisht në syrin e vllajt duke pas trarin në syrin. Tani është duke thënë mos gjykoni, as mos shikoni mëkatet e tjerëve, duke qenë të verbër apo duke justifikuar apo arsyetuar mëkatet tua. Mos jeni të vetë drejtësuar. Mos jeni vetë shfaqësues, duke shfaqësuar me të njëjtën mëkat, duke e shfaqësuar të vetja, duke e bën shumë më të lehtë tek vetja jote, duke e bën shumë më të vështirë apo shumë më të rëndë të tjetri me të njëjtën masë mëkatit. Pra mos jeni hipokrit. Të qeni gjykues është sporti.
Jo këto, çfarë let Jezusi sipër është të qeni gjykues në këtë çfarë po themi. Lehtësimin e mëkatit tjetër edhe lehtësimin e mëkatit tënd dhe rëndesën e mëkatit tjetrit për të njëjtën mëkat dhe të njëjtën mas, është sporti i preferuar i hipokritit. Sporti i preferuar i hipokritit është që të njëjtën mëkat ta arsyetojë të vetja e ta rëndojë të tjetri. Ata priren që të jenë fajtor për të njëjtat mëkate, pra, për të gjykuar të tjerët, për t'i bërë më fajtor se për t'i rënduar të tjerët me shpejtësi. Me shpejtësi, pra me kap mëkatin e tjetrit me shpejtësi, tonë me kap avash. Me shpejtësi, pa mëshirë, pra të tjetri, pa dashuri, edhe jo biblikisht. Këtë është duke thënë Jezusi më sipër atje ku thotë mos gjykoni. Për të njëjtat mëkate mos mi bë të tjerët as fajtor, me shpejtësi, pa mëshirë, pa dashuri dhe jo biblikisht. Por përkundrazi, nëse me mëshirë, nëse me mëshirë, siç lexuam aty më poshtë, i jeni të mëshirshëm 36, i jeni të mëshirshëm sigurisht se ati juaj është i mëshirshëm. Por me mëshirë, me dashuri, me lutje, me butësi për ta fituar vëllain, ky gjykim është i lavdërueshëm për Jezusit, nuk është i palavdërueshëm. Të bëjmë këtë dallim mes të vërtetës dhe të patvërtetës, të besimtarit të vërtetë dhe jo besimtarit, kjo është e lavdërueshme për Jezusit. Dhe i duket që Jezusi e lavdëron këtë dallim, apo këtë njohje dikujt që shpall besim të vërtetë. Por në fakt nuk ka një zemër të re dhe nuk është i shpëtuar. Në kategorinë e shpëtimit, pra kur flasim, ka disa kur flasim për alternativa, disa gjëra nuk kanë vetëm 2 alternativa, mund të ketë 3 alternativa për gjë, 4 alternativa, 5 alternativa. Për shembull, mani men kur farisejt dhe skribët munduan që ta fusin atë kur ishte i verbrit tek Gjoni 8 që kishte lindur i verbër, edhe ata i thanë Jezusit, kush ka mëkatuar? Ka mëkatuar ky apo kanë mëkatuar prindërit? Pra dhanë vetëm 2 alternativa. Ose ka mëkatuar ky, ose ka mëkatuar prindërit. Dhe Jezusi tha jo, në për këtë lloj kategorie nuk ka vetëm 2 alternativa. Ka 3 alternativa. Thashë alternativa e tretë është që duket, që shpallet, që duket lavdia e Perëndis. Duke e shëruar, lavdia e Perëndis të duket, nuk ka asnjë njëra prej tyre. Por kur flasim për kategorinë e shpëtimit, nuk ka 3 kategori ose kategori, pra disa janë me 2 kategori, disa janë me 3 kategori, disa janë mund të jenë me 4 kategori. Në kategorinë e shpëtimit janë vetëm 2 alternativa. Ose je i shpëtuar, ose je pemë mirë, ose je pemë keqe. Ose je dele, ose je dhi, thot Jezusi në Mateo, delet e mia xhojnë zërin të dëgjoni, delet dhe dhit. Nuk ka gomart, ku diun që gomarica diçka tjetër, ka delet edhe dhit, ka vetëm 2 alternativa në kategorinë e shpëtimit. Në këtë kategori ka ose pemë të mirë që prodhon fryt të mirë, ka ose pemë të keqe, ose pemë të kalbur që e fryt të keq. Nuk ka një alternativë tretë apo së mesme. Këto 2 janë alternativat. Pra, kush je? Kush je ti? Pra, prandaj bën atë pyetjen, a ke një zemër të re? Kush je ti? Duket nga frytet e tua, apo frytet e tua tregojnë se kush je ti? Se kush je ti, apo çfarë zemre të ke ti? Ndaj shiko në thelb të jetës tonë, apo të zemrës tonë, sepse në thelb të jetës krishtere është më e rëndësishmja e gjithçka është kush je. Edhe prej kush je, del ajo çfarë bën apo çfarë prodhon. Ose ato që ti prodhon tregojnë se kush je. Prandaj thirrja e Jezusit për të parë fryte në thelb është për të dalluar, pra çfarë është për të gjykuar, për të dalluar, në thelb është thirrja për të dalluar çfarë pemë është ky apo ti apo unë apo tjerë, pra kush je ti, pra më ngrit me pyetje madhe, kush je ti apo kush jam unë. Po flasim në kategorinë e shpëtimit, po flasim, jo kush je ti prej ka vjen ç'a bën e ç'a punon, po kush je ti në raport me qëndrimin kundrejt Krishtit, kundrejt shpëtimit. Prandaj thirrja e Jezusit për të parë frytet në thelb është, pra, siç thash, për të dalluar çfarë pemë je, sepse natyra e pemës përcakton llojin e frytit.
që tregon. Dhe fryti që tregon, ose natyra e frytit tregon natyrën e pemës. Dhe Jezusi na tregon këtë me një aksion agrokulturore dhe na thret që të bëjmë ose të merrna me prova empirike, me një eksperiment, me një provë empirike. Prova empirike është me e shiku një gjë kur përsëritet disa herë. Okej, kjo është prova empirike. Pra, nëse bashkon ngjyrën e kuqe me bluën, del Leila. Sa herë, gjithmonë, po da bashkosh ngjyrën e kuqe me blu, del Leila. Nuk del një ngjyrë tjetër, është provë empirike, duke e përsëritur, ta vërteton me përsërit disa herë, ose eksperimente pra që i përsërit disa herë të njëjtin gjë dhe të jep të njëjtin rezultat. Pra, gjithmonë sa herë mbjellim fiku prodhon fik, sepse natyra e fikut është fik dhe fryti i fikut del fik. Sa herë që të mbjellësh fik, prodhon fik. Asnjëherë që mbjell fik nuk prodhon dardhë. Asnjëherë që mbjell grur nuk prodhon misër. E kena ka 2000 vjet që mbjellim grur, na prodhon grur. Mbjellim grur, korrin grur. Thjesht mund ta vëzhgojmë në provën empirike. Pema mirë jep fryt mirë. Pema keq jep fryt keq. Pra, duke bërë këtë vëzhgim, në provën empirike ne bën që të vëzhgojmë, mund të bëjmë një analizë të gjendjes së pemës. Jezusi thot, nuk ka pemë të mirë që jep fryt të keq. Apo ke pemë të keq apo të kalbur që jep fryt mirë. Çdo pemë pra, ose prandaj, pema një pra, konkluzioni, çdo pemë pra, kur këtë fjalë është konkluzioni, që tha edhe vllai kur tha. Pra, për shkak se jemi të rilindur ngjizur, prandaj ne duhet bëjmë kështu. Okej, prandaj konkluzioni. Prandaj, për shkak se pema është e mirë, prandaj jep fryt mirë. Për shkak se pema e keqe, prandaj jep fryt keq. Okej? Çdo pemë njihet nga fryti i vet, sepse nuk mblidhet fiq nga gjembat apo rrush nga ferrat. Pra nëse shkon te fiku me marr dardha, ke shkuar në vendin e gabuar. Nëse shkon te dardha me marr kumbulla, ke shkuar në vendin e gabuar, sepse çdo herë kumbulla prodhon kumbulla, ferra bën ferra, fiku bën fik, gruri bën grur. Për shkak të natyrës saj. Po si mund ta bëjmë? Si ti shkon me ne, do të shku te ferrat. Do të më mbledh fish, apo do të shku te shega e egër, do të më mbledh portokall. Ka vetëm një mënyrë që më e bë shegën të prodhoj portokalle. Kush e din? Duke e shartuar, duke i ndryshuar natyrën. A keni pa ato portokallat e kuq, që kanë si merren atë kuq. Janë shega e egër, trunga është sheg, po shega prodhon sheg. Natyra e shegës prodhon sheg. Duhet me e transplantu, me e transformu që me bëha shegën me prodhu. Që ose e ke zemrën parilindur, zemrën e keqe, zemra e parilindur prodhon frytet këqija. E vetmja gjë që me pas frytet mira dhe veprat mira, është me ndryshu, me transplantu zemrën. S'ka asnjë mënyrë tjetër. Prandaj pyetja është kush është në thelb zemra jote. Dhe është ajo e transformuar, e rilindur. Duke nëshuar vetëm zemrën e saj, shembulli i portokallit dhe i shegës është interesante. Nuk shpjegon gjithë këtë që këtu se, por ndaj një njeri që nuk është vërtet i shpëtuar, çfarë duhet bëjmë që të bëjë një njeri i pashpëtuar veprat mira? Duhet i ndryshohet natyra e tij, apo duhet mi dhanë jetë, apo duhet mi ndryshu zemrën, apo duhet shartohet në Krishtin. Duhet rilindet prej tij, prej shpirtit shenjtë. Po ta zam dikush thot jam fik. Edhe e thot me zot lart, jam fik. Edhe zgjethet i kam si fik, dukem si se duke nejt me ne, adaptohesh. E dini ju konceptin e kishës së dukshëm, e kishës pa dhunë. Ti je brenda kishës, kjo do të thotë që je kisha e vërtetë, nuk do të thotë që je i rilindur. Duke nejt me ne mësohesh, do të thonë mëson haleluja, lavdi Zotit, me lutë dhe me lexue. Edhe thu jam fik. Po kur afrohuna me zgjet fiq, kokra kur vi me vjel fiq, nuk gjejmë fiq.
gjejmë veç gjethe. E kemi ngjuar në shprehjen kur thot dikush për një që bëjmë shaka që ka qef me thanë me fol bravo gjethe, ky din çfarë do të thonë, ma din menjen. Kur flet kështu bëj kështu bëj ashtu pra do më bën si kështu ne i themi le mo hiç këtij si është pem pa kokra. A ke ngju këtë? Është pem pa kokra, le ç'a thotë bën buket shumë po bën mua afru me ndaj pak me vëzhgu mirë. Kokra s'ka, fryte s'ka, pem pa kokra. Kjo është shprehje interesante. Pem pa kokra. Qose afrohemi, afrohet dikush te jeta jonë për ta ekzaminuar në kuptimin e mirë me syze ultra violca, violeta, që quhen ato që shef shpirtin dhe zemrën e ashtë e kuqe. Si Jezusi. Jezusi e tregon një histori kur ai mallkon fikun dhe ai fiku thahet. Këtë histori e gjejmë, nuk do shkojmë atje, këtë histori e gjejmë tek Marku 11. E kemi predikuar Markun. Dhe kur e lexon historinë, kam pas një shok që gjithmonë sa i takoshëm, ishte ky nga këta shokët pem pa kokra. Dhe nuk i hynte në vesh fjalët e Jezusit, pra nuk i lexonte sa herë hapte Biblën shkonte te fiku. Se e kite kap kuj me fikun, pse Jezusi e mallkoi fikun, se ka bëm kat Jezusi se kur mallkon dhe than fikun, fiku çfarë fajt ka i shkreti, e mallkoi fikun, thau fikun nuk e hante as si fjalë jashtë Biblës pa i shpjegu fikun. I kishte me të menjat e fiku. Jezusi edhe duket arbitrare, për një menje jo, i duket arbitrare. Shkon Jezusi te fiku, nuk gjen kokra, edhe Marku tregon një interesante ashtu atje, sepse adim se duket arbitrare, sepse thot shkoi Jezusi te fiku, por thot nuk ishte, të lexojmë vetë Marku, s'kam po atje, thot por nuk ishte koha e fiqve. Tani shkon te fiku kur sa koha e fiqve, nuk gjen fik dhe mallkon fikun, ka drejt fiku, jo Jezusi. A e këndën, se ma me shku në janar me vjel fiq kur fiq prollohen, kur prollohen, duket arbitrare. Tash kur është koha e fiqve? Kush e din ju që i një rrinë shat? Kur është koha e fiqve? Fund verës, fund gushtit. Fund gushtit. Si që ka një shprehje popullore të bukur ta vëllezërit tanë nga jugu, hëngre fikun, vesh leshnikun, ose vesh ose qiblikun, pra do thotë që po hangre fikun, po thotë pra shkojnë në fund gushtit dhe ke hangre fikun, ato ardimri, veshe leshin, gjupin e leshin se të zënë shiu, ato arë shtatorit e tori, hangre fikun, vesh leshnikun, atë gjupin që bëhet me lesh. Do thotë fisht bëhen në gusht, në fund gushtit në shtator, është koha e fiqve. Po Jezusi nuk shkon në kohën e fiqve. Por është interesante që se ka kuptu ky shoku im edhe shok tjerë. Në Izrael, edhe në Shqipëri, se ne ngjajmë shumë edhe kulturalisht edhe ana, ka disa lloj varietete fish, edhe ka edhe do fish, për shembull nuk e di si i kanë emra në zonën tuaj apo në zonën time ai lloj fiku dhe ka fik shins, i themi ne, që ban 2 herë fish. Ban një herë në qershor, në fund muajit të qershorit, edhe kur dalin do ja bëjmë foto kur dalin fish në fillim verës, janë i ban të kokrat e mëdha, frytet e para, i ban shumë mëdha, i ban fillim të verës dhe ban një prodhim të dytë në fund të verës. Dhe Jezusi, tani edhe ka një tjetër, nuk e di një për fisht, fiku, se thot shkoi te fiku thot dhe ishte plot me zgjethe, pra dukej me zgjethe, dukej bollek, dukej sikur ka kokra, se shikoi zgjethet, gjelbrimin. Dhe e supozoi Jezusi që është fik shins, si përdhon herët, se ishte, edhe pavarësisht se nuk është fundi verës, është prodhimi i parë. Dhe duke pas se ka shumë zgjethe, do ketë fiq pse? Sepse fiku ka një karakteristik nga pemt e tjera, që kur bulon, kur shpërthen fiku, kur nxjerr më parë kokrat se sa zgjethet. Shikoni këtë kur nëse shikoni ai fik kur të vinë prandera, kur shkoni kur dasho, shikoni ai fik si është, nxjerr kokrat fiku, pastaj dalin zgjethet. Do thonë nëse ka zgjethe, do të supozohet që kokrat janë brenda, dalin kokra, pastaj mbulohet me zgjethe. Atëherë me që ka zgjethe, ka pa një fik me zgjethe, dhe është fik shins, si mund të përdonte, atëherë mund të jetë edhe kokrat brenda, supozon Jezusi. Por kur afrohet me i largu pak zgjethet, nuk e ka hap shumë, po kam thënë prapë, po them të thonë, nëse largohet me hap pak zgjethet atë çfarë themi ne. Zgjethet e jeshillajkun ton, e shikon se nuk ka kokra, është pem pa kokra. Dhe Jezusi e mallkoi edhe u tha. Pra nga larg
Me zgjethe, është duket se ka zgjethe, atë supozot që ka kokra. Luka në tregon një histori tjetër, kjo është e Marku, edhe Mateo e gjenë këtë histori, por Luka në tregon një histori tjetër që nuk do ndalen shumë, por e gjenë në kapitullin 13 të Lukës, një histori interesante, shëmbulltyra e fikut pa fryt, thot. Shëmbulltyra e fikut pa fryt, frytit pa fik, si do një, thot, a i thoshte këtë shëmbulltyrë, tregon Jezusi një shëmbulltyrë, thot një njeri kishte një fik, një njeri e përdor këtë shembull me fiq, që në Izrael dhe në Shqipëri ka shumë fiq, bajnë buk fike, fiq that, reçel fikut, shumë gjana me fiq. Një kishte një fik mbi vreshën e tij, ai erdhi të kërkojte fryt, por nuk zgjeti. Një njeri çfarë thot Jezusi? Atëherë i tha vreshtarit, ja 3 vjet, dhe unë vi e kërkoj fryt të ky fik dhe s'po gjej. Preje, pse e zën tokën kot, pse më na bën hije kot. Por ai u përgjigj vreshtari, Zot, gjej këtë se ky vargu është i bukur i tmerrshëm, ose tmerrsisht i bukur, si doni ju. Por ai u përgjigj dhe tha, Zot, lere edhe këtë vit, derisa ta lëroj, ta plugoj për ta punoj anash rreth tij, ti hell edhe ple, dhe po dha fryt mirë, për ndryshe pastaj do ta presësh. Pend, fishte këto, zakonisht hin prollim vitin e tretë. 3 vjet e miell sot, vitin e dytë sot rrmillet, vitin e dytë zhvillohet, vitin e tretë fillon pyete. Ja qelloi viti ke sa aftoftë shije bor, vitin e katërt me patjetër je fryt. Ky thot, t'i japim edhe një shans. Ta plenojmë një herë, ta pastrojmë, se ndoshta ka qellu pa ja lëm kushteve të jashtme, se kena qellur nuk kam fajin se s'ja fryte, ka në fajin, kisha ka ky e ka ai, pra s'kam faj. T'ja lëm edhe i vit. Ta punojmë mirë, të i hedhim ple. Të një pyetja që miraku që kam unë është, kam një mirak me këtë, s'po e them hiç çfarë miraku kam, por ne mund kena shumë vite, shumë prej nesh në kishë të Krishtin. E nuk kena shumë frytet mira. Ja e vit, ja 2 vjet, ja 3 vjet ka, me ka 7, me ka 8, me ka 10, me ka 13, që se kena fillu kishën. Njajtin muhabet, njajtat fjalë, njajtat sjellje. Hajde për e lamë dhe i vitë, se s'kena pas predikimet mira. As libra s'kena pas, as takime s'kena pas, na kanë mungu. Ta lamë që e kena faj, e ka faj koha, e ka faj shiu, e ka faj kisha, e ka faj ky, e ka faj për e lamë. Ta punojmë edhe i vitë mirë, t'i hedhim ple, t'ja bajmë hizmetin. Po sa vite duhet me hinë prollim ky zot fikut? Sa vite i duhen? 13 vjet, 16 vjet, sa duhen ty me hinë prollim se fikun që ja trum, për 3 vjet jep fryte. S'po rrima shumë këtu. Po mund të çuditem me mund të na qellojë që çudit në vëllezër motra kur të jemi në parajs. Që mund mos ta shohim atë zgjedh fikun, fik zgjedhin që kena afër, që duket ty me zgjedhë Lara Manesh, rabababa kur është shef. Por fryte s'ka në jetën e tij. Mund të habitna. 45 është thesari i zemrës, do merrem tash pak me thesarin, me zemrën. Ka gjithmonë një arsye, dhe një motiv për çfarë ti flet. Dhe goja dhe çfarë flasim dhe çfarë bëjmë tregon gjithmonë zemrën. Gjithmonë zemrën. Jo kajherë zemrën. Njeriu i mirë, çfarë thot njeriu i mirë, pra njeriu kur thot i mirë, jo i mirë kështu se sillet mirë, kështu po njeriu i mirë i natyrës mirë, i rilindur ka kuptimin këtu. Ose natyra e mirë e njeriut, natyra e rilindur, e shpenguar e njeriut, nxjerr mirën nga thesari i zemrës vet. Dhe njeriu i keq apo i pashpëtuar, i parilindur, i parigjeneruar, nxjerr ligat nga thesari i tij. Tani fjala këtu për thesar interesante, a din ta njerëzit që kur flasin për gjuhën, se çdo fjalë në gjermanisht, në anglisht, në kinez, kështu thot vjen nga shqipja, edhe mundon me zgjedh, po ta din kështu edhe vjen nga shqipja.
Tash unë nuk jam për aty nëse gjithçka që thonë zyrtar ka dalë nga shqipja, po unë mendoj që kjo fjalë ka dalë vërtet nga shqipja. Grekt na kanë marrë nga ne. Ne jemi më të vjetër se grekt. Sepse kjo fjala thesari, një thes me ar, një thes me gjëra të mira. Është thesari. Një thes, një grumbull. A dini fjalën thes? Ar, a dini kur bashkohen thes arit. Sepse fjala në greqisht, fjala greke këtu është thesarios. Thesarios është fjala greke. Thesarios. Unë mendoj. Pela ka në ata I thojnë arit ar, e thesi thes. Qëse nuk I thojnë thesi thes, dhe arit ar, unë mendoj që është nga shqipja, thesarios. Që do thotë që mendoj për ka nga kjo, që do thotë një grumbull. Çfarë është një thesar? Është një grumbull, zgjera është vlefshme, është një thes, një grumbull. Kur gjet dikush hyn në një shpellë, edhe aty gjen zinxhir arit, monella, kupa, kurora, gjithçka që është vlefshme, diamanta, është një grumbull, gjana është arit, gjana është vlefshme. Është një thes, është një kamion, që do një sharabajik, që do me gjana të vlefshme. Dhe kur ti me refut dorën ta I thesi arit, nxjerr një kupë arit, e vën këtu bup. Pastaj fut dorën dhe nxjerr nga thesi I arit një kuror arit. Pastaj fut dorën prap dhe nxjerr një bizhu arit. Pastaj fut dorën prap, gjithçka që del prej thesit arit, del ar. Kurse fjala ti duhet ishte përkthu jo thesarit, por nga thesari I keq, se duhet tash thesari I mirë, duhet me kanë nga thes teneqet e zemrës, dalin teneqe. Nga thes ku diun si quhet, thes meturina, thes ku diun ç'a mundi vëmë emër nga thes. Dhe ai që e ka thesin ose depozitin apo grumbullin e zemrës vet, thotë nga grumbullimi, nga thesari, nga grumbi nga I zemrës, çfarë ta futësh dorë, po e futë dorën në zemrën tonë ç'a nxjerr. Por nga thes mbeturinat, nga thes kanaqet, nga thes hekurishtet, e këqia, kur ti e fut dorën, nxjerr I kanaqe. Mas ti e fut dorën, nxjerr I hekurishte. Mas ne e fut dorën, edhe nxjerr I bidën. Mas ne e fut dorën, sa herë ta futësh dorën, e ç'a del ka mundësi që del një gjë jo e mirë, sepse thesi ose është ari I rindur, ose është thes teneqet, ose meturinat, ç'a doni ju. Pra, pse? Sepse goja qet çfarë ka zemra? Qet çfarë ka goja? Çfarë ka zemra qet goja? Goja ti flet nga mbushullia, pra nga grumbullimi, nga mbushullia, nga koleksioni që ka zemra. Shpesh e kam thënë është kollaj ta njohësh dikën, unë kam shumë kollaj ti dalloj njerëzit, jo se jam shumë I mençëm, vetëm Milan me fol pak kohë për çfarë flasin. Mi dëgju çfarë flet, çfarë bisedash bën, çfarë bisedash hap, çfarë temash hap, çfarë përsërit më shumë. Unë kam thënë disa herë edhe në kishën tonë këtu. Këtu nuk kam fjalën patjetër ashtu për fjalët e pista, disa akoma në mesin tonë mund të ketë fjalë pista, mallkime, që absolutisht nuk jam dakord. Dhe në qoftë se fjala goja jote që të fjalë pista, e mallkime, sharje vazhdimisht. S'po them ndonjëherë na shket, mund na shkaj, por pra gjuha jote është e pistët në kuptimin këtë, është patjetër që tregon se zemra jote nuk është e pastër. Por nuk e kam fjalën vetëm për këtu, nuk do të ndalen vetëm këtu, se dikush do shikon në fjalë pistën me shumë me nanë, me kështu çaj, këto fjalë që nuk shaj. Por po flas edhe pak për te. Për gjithë një tjerët. Për shembull, mund të lesh dikuj pak me fol, mi lan pak hapësirë me fol, dhe ai flet vetëm për vete. Qëse dikush është jep mundësinë me fol dhe flet vetëm për vete. Nuk ato shah fjalë pista as të mallku, vetëm ato fol. Nuk kështu është, fillon çdo fjalime unë. Në fund pesë fjalive është shumë thjesht me kuptu, kjo është egoist. Kanë veten e vet në qendër. Ka qejf me kënaq veten. Ka qejf si gjithçka mos sjell rreth atij personit. Nëse flet vetëm për burr, e din që ky person ka hall më martu, nuk ka shtyrë me kuptu. Qëse gru, e kupton që ka hall veç më martu. Nëse flet vetëm lek, pun, lek, pun, lek, e kupton që është lakmitar. S'ka nevojë me ta thënë. Ka e din ti që është lakmitar, pse e gjykon? S'm të gjykuar, më veç pun flet. Sepse nga kur e fut dorën ky personi, I nxjerr vetëm lek goja, vetëm punë, sepse atje në zemër
Atje ka vesh për lek, për lakmi, ka të mushur me lakmi. Prandaj nuk është thjesht, çfarë nxjerr, tregon çai ka atje mbrana, nuk është thjesht me kuptu. A shumë tjera se s'do ndalem tani se dalim me shembuj konkret. Prandaj e them shpesh, e kam thënë disa herë tani në dielën e kështu. Të faktën kur marrën kisha, ja thash edhe di burrave në takim burra, kur marrën kisha, ja i zgjysor, ti marrën këtë predikim, dilni mas kishës dhe flitni për predikimin, për Zotin, për Krishtin, haleluja. Edhe me qëllim i afrohen burrave, janë të ne 2-3 i afrohen, kam thënë disa, i afrohen të 2-3 burra, edhe e kuptoj shumë mirë çfarë burra është përëndishëm janë, e çfarë gra është përëndishëm janë, sepse disa gra të folë fustani, buskushi, fustani, thajt, e kënej burrat, ky e puna makina, kompjuteri, motori, dinamoja, gomina, dohan, a këpëtan, kështu është vetëm këtë mohabet. Parketi, plaka, soleta, ku janë çark, shumë mohabetish. Direkt mas kishës, s'po thes mërkurën se më mend asnjë predikim çka kam thënë, po çerekorët mas predikimit. Unë nuk po them, nuk jam duke thënë fare këtu që mos më fol për këtë temat, mos më këqysh se një herë kanë qef njerëz me marr ças po them. Nuk jam të thënë se s'do të më fol për punën, për thajtë këtu patjetër. Por jo vetëm. Jam ul me burrat kishës tonë me ne. Asnjëherë shumë rrallë me ngjuna i mohabet me ta fut mohabet rrën 2 orë dhe nuk ngjan, pa më i lanë me fol, mos më hap unë kam fjalën, se unë ja hapi se pak shumë vjen i natë, unë ja hapi fus në fjalë me Zot, shumë me Krisht, me haleluja, kupton? Po mos më keni qëllim shumë me fol për Zot, për Krisht. Nuk ngjan për 2 orë. Fjalën Bibël, fjalën kish, fjalën mision, fjalën ngjillëzim, fjalën familje, fjalën prindërim. Fjalën bindje, fjalën mikpritje, fjalën burrni, fjalën shesni, këto fjalë nuk janë trallë, janë godis se ekzistojnë fjalër. Ba me kanë për një takim kishët, edhe e shtym, edhe e lam, si japin edhe një rëndësi të madhe. Ba me kanë për një kafe, për një takim punët, për një teatr, shkojmë çerekorët parë, se teatri ta mbyll derën, kisha edhe në hapun. Kisha të të vjenë edhe në gjysë takimin kish. Në teatr mas me shku 10 minuta parë tak ta mbyllin. Tregon çfarë vlerëson, më shumë. A don me ditë kush je? Kush je është ajo çfarë flet më shumë. Çfarë flet më shumë dhe përsërit më shumë. Vënia mendën çfarë përsërit ti kur flet. Njëta që përsërit ti kur flet, njëta ka zemra jote më shumë ti mran. Njëta që përsërit më shumë, nuk po flas. Njëta që përsërit ti më shumtit. E ke refren. Në bisedat tua me shohin, njëta ka zemra jote. Sepse ti flet mas shumti dhe je për rëndësi mas shumtit vëlla apo motër, çfarë e preokupon zemrën tënde. Një gjë që e preokupon, e shqetëson, e merakos zemrën tënde për një ta flet mas shumti. Thot fjalët e urta. Fjalët e urta 23:7 thot sepse pra njashtu çfarë flet njashtu je. Njëtë çfarë flet njashtu je, njëtë çfarë flet kur them jo çfarë i mshon, pra që e përsëritet se jashtë refreni jot. Njashtu je. Fjalët e urta thot sepse ashtu si mendon, gjë këtë. Ashtu si mendon njeriu në zemrën e tij, ashtu është ai. Ashtu si mendon njeriu në zemrën e tij. Çfarë mendon njeriu në zemrën e tij, ashtu është ai. Pik, marrë filmi. Ti je, pra, nëshë me thonë çfarë je në zemër. Nuk je çfarë i jashtë në zgjethe, në pupla, në kështu. Ti je çfarë je në zemër. Pyetja për ty sot është, atë ka dhënë Jezusi një zemër të re? A ke një zemër të re? Vëllezër motra ishte i merakosur, pra ne thëmë unë shqetësohem për çfarë flasim, çfarë diskutojmë, pra dhe kur jam biseda her pas here, duke nga herë i bezdisshëm dhe i çuditshëm, sepse merakosem çfarë ka zemra jonë. Merakosem çfarë ka zemra jonë. Dhe ti nuk merakosesh, apo unë nuk merakosem fare për Jezusin dhe për mbretërinë e tij. A dini që ai ishte i merakosur për ty edhe kur ishte në kryq, ne e dimë historinë do nalën atje shumë. Kur vdiq i plasi zemra, dhe që i doli zgjak edhe ujë, bashkë i plasi zemra prej dhimbjes. I plasi zemra, ju qa zemra, i plasi zemra Jezusit në kryq, sepse po mendonte për ty.
Dhe jam i shqetësuar, a jemi të netë merakosur. A na plas në i fije zemra, do të na plas të zemra, sa na plas për thojtë, për zbukurimin, për makijazhin, po të na plas të vetëm kaq që më shumë zemra për Krishtin dhe për mbretërinë e tij, do të ishim ndryshe. Ai ishte në kryq dhe i plasi zemra për ty. Kjo është pyetja. A ke një zemër të re? Edhe a ke një zemër të re dallohet me çfarë ose për çfarë mas shumë ti prekupohet apo merakoset zemra jote? Le të lutemi bashkë.